Janë shumë të frikësuar ish zëvendës Ministria Socialiste Irena Beqiraj dëshpërimi i keqeverisjes. Ish zëvendës Ministria Socialiste Financave Irena Beqiraj teksa ka komentuar protestat masive të qytetarëve, thotë se dëshpërimi është pasojë e keqeverisjes. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ajo ka cilësuar protestat si një shprehje drejt për drejt qytetare dhe si transformim të zhgënjimit të dhimbjes në një akt publik. Beqiraj shprehet se protestat të cilat sipas saj janë etiketuar si pa kokë, pa emër dhe pa numër, kanë treguar se qytetarët janë larg apatisë dhe po ushtrojnë detyrën e tyre qytetare. Janë kapur të paprigatitur sepse kjo protestë është ndryshe. Në sheshe janë ato që guxojnë të flasin me zë të lartë, janë ata që nuk kanë nevojë për protagonizëm, janë ata që nuk veprojnë të drejtuar nga ambicia për të qenë të dukshëm në vijën e parë, por që me durim presin radhën për të folur. Janë ata që vendosën të bëheshin të zhurmshëm pikërisht në momentin kur shpresat po shuheshin dhe heshtja impononte nënshtrim, shkruan ndër të tjera Beqiraj. Nga Irena Beqiraj, protesta që shndroi zhgënjimi dhe dhimbje në një akt të vërtet publik. Protestë pa kokë, pa emër, pa numër, e organizuar sipas tyre nga poli agent grek, serb, iranian, sorosian i ka prekur. Janë shumë të frikësuar sepse pas shumë kohësh apatie, kemi vendosur të bëjmë detyrën tonë qytetare. Janë në dhimbje të madhe sepse duke u përpjekur për pushtetin e tyre politik, janë mësuar të na ndajnë, të na trajtojnë si të pavetëdijshëm, të na indiktojnë një neveri të qëllimshme ndaj njëri tjetrit në mënyrë që të mos merremi kurrë me ta. Kanë mbetur pas strategjinë e zakonshme me cilën zakonisht na shtypin sepse në sheshe, në Tiranë, Vlorë, Korçë, kudo janë mbledhur njerëz që po tregojnë se dëshpërimi nuk është gjendje shpirtërore në këtë vend, por pasojë e keqeverisjes dhe mungesës së alternativës politike. Janë kapur të papërgatitur sepse kjo protestë është ndryshe. Në sheshe janë ato që guxojnë të flasin me zë të lartë, janë ata që nuk kanë nevojë për protagonizëm, janë ata që nuk veprojnë të drejtuar nga ambicia për të qenë të dukshëm në vijën e parë, por që me durim presin radhën për të folur. Janë ata që vendosën të bëheshin të zhurmshëm pikërisht në momentin kur shpresat po shuheshin dhe heshtja impononte nënshtrim. Ndaj në ato sheshe, çdo fjalë ka rëndësi, çdo koment publik. Arritja më e madhe e kësaj proteste është pikërisht shëndrimi i dhimbjes në akt të vërtet publik, qytetar dhe civil. Akti publik që po ndodh shesheve të këtij vendi ka zhvlerësuar vullnetin e kalbur politik ndaj po shpenzojnë para. Po përdorin çdo mendje djallëzore, pa shtyllë kurizore, duke zuzatur si miza pa kokë televizive për të na penguar që ta shohin të vërtetën, po kërkojnë një qëri në tokë në qiell, majtas e djathtas, jashtë e brenda, organizatorin se janë mësuar të mblidhen rreth individit, rreth interesave personal, të gjejnë lugën edhe për përsheshin sepse kurrë nuk kanë mundur ta shohin botën për te interesave të tyre të ngushta. Janë në hall se njerëzit që i duan këto toka janë një elektorat me cilin nuk mund të debatohet, nuk janë militantët e sëmur, nuk janë ata që e din mirë që tokën e trashëguar ua kemi borxh fëmijëve tanë, numërojnë, etiketojnë, por kërkojnë me çdo kusht dështimin sepse në shesh është mendja, shpirti shumicës dërmuese që është kundër tyre. Kanë kuptuar se më në fund ne nuk jemi të pazot të mblidhemi rreth njëri tjetrit, rreth të ardhmes së fëmijëve tanë.